Allahu Gjeleshanu i rujt të gjithë punëtorët kudo që punojnë edhe kudo që shkojnë. Allahu Gjeleshanu të gjithë ata punëtorë të cilët po i gjen fatkeqësia në vendin e punës, kemi shumë raste po ndodhin dhe po e japin jetën e tyre dhe po vdesin fatkeqësisht, Allahu i bof prej shahidave inshallah. Sepse tham se njeriu që del prej shtëpisë për me rujt familjen dhe kthehet në shtëpi xhenazë ta dim se është prej shahidave inshallah. Dhe ne lutim Zotin Gjeleshanu që Allahu t'i ruan punëtorët kudo që janë, Allahu t'ju ndihmon atyne, Allahu Gjeleshanu t'i ashton fuqinë, takatin dhe shëndetin e tyne, Allahu na bëf prej atyne që gjithmonë e shohim ato që ka pa Allahu Gjeleshanu nga prizmi vet, nga shikimi vet, e mos ta shohim nga kontja jon, nga egoja jon, dhe mos të kërkojmë prej atyne diçka që nuk kërkohet, dhe mos t'i mundojmë me ata që s'munden, sepse Allahu e ndënon ato i cili kërkon diçka me çka s'mundet njeriu. Prandaj vëllezër të nderuar, mesazhi im për sot është: Zoti i rujt gjithë punëtorët, Zoti ju dhash forcë, ju dhash takat, shkofshin dhe u kthefshin në vendet e punës, shëndosh dhe mirë, me familje të gëzume dhe me mundësi që t'i ruajnë familjet e tyre. Allahu i shpërbleft të gjithë, Allahu na ndihmoft të gjithë, Allahu i shpërbleft me të mirat e tij në dynjë dhe në ahiret të gjithë besimtarët musliman.